Ilir, nuk më duken gjithë shumë të lumtur, a? Ermiona. Më falni. Pa problem. Nuk dëgjuam. A do në me piti shumë? I them, nuk më duken gjithë shumë të lumtur. Në mënyrë veçantë Ermiona ka qenë Jo, unë nuk e di mund të them ato që më ndolli, se publiku e ka parë, besoj. Edhe dua t'ja them këtyre sot, se e di që ajo që ndolli është okej now. Po mos kisha shkuar unë, a i keci nuk do ishte më. Unë e gjeda të kecë gjysë të ikur, dhe e kam marrë dhe kam pasur një traumë, që s'doja ta kisha njetë edhe këtë, që të mungjiste. Dhe aty shkojnë, me ajë sa kuptova, që shkojnë njerëz dhe i kontrollojnë pas punës tonë, se ta lesh në punën tonë, unë besoj, ato shkojnë dhe i kishin kontrolluar. Kishte ndodhur proprio, unë mos shkoja në atë kohë që shkova, keci nuk do ishte më. Për ke sferën e kristalit, se e kemi kuptuar. Kam atë liri që tani jam pak smur, mos ndërhy në ca gjëra që kam qarë gjithë ditën atë ditë. Nuk është fare, nuk është humor kjo. Jo, s'po bëj humor. A i keci ishte në duart e mija, me kokën, kam shkuar në orës, ishte akoma... Për para të gjithve, me iniciativën tënde dhe me ëndrën tënde, ose me parashikimin tënde... Isha zgjuar më, pëse duhet ju prisja ju që pit dhe kafen, bot edhe, më falë një sekund, nuk e dua fara regullin tënë, shpëtova një kafsh. Shpëtova një kafsh, Liri. Thuaj falinderit, Liri, mos dërynë Ditën e sotshme e bëre. Ta kishe bërë që nga momenti i parë dhe gjithë të tjerët... Po ti i ke njerëzit aty, Liri, zjonë që më piknjesit. Po kjo është problemi pra se jeni shumë koka. Po jo se jam kokë fare, bëra shumë mirë që shkova dhe nuk të prita aty. Dhe ty të pëlqen të jesh delja e zezë e grupit. Të pëlqen të jesh delja e zezë e grupit. Qa është delja zezë e grupit? Delja e zezë që merë dhe bërë iniciativa me kokën tëne. Pse iniciativa ime që shpëtova kecin do me thënë është iniciativë... Se sa e shpëtove ti kecin, unë atë gjë nuk e di, sepse kecin e morën tjerë persona dhe e quan diku tjetër. Pse ti ke marrë vesh diçka tjetër? Ke marrë vesh diçka tjetër, se mua më thanë që shpëtoj keci. Sepse keci nuk është më aty. Po keci ka ikur në spital, pra se ishte... Po nuk e shpëtove ti, e kanë shpëtuar personat të tjerë. Dëgjo, jeshtë cinik, sa keq më vjen. Jo, së shpër cinizmi, është realitet. Cinizëm, nuk është realitet farë, është realiteti jotë. Kundrejt një shpifje, I bobekët, që shikon shumë pak, s'ke farë, po që është shpifja? Kush është shpifja? Kush është shpifja? Kush është shpifja? Shpifja është që ti shpëtove kecin, nuk e ke shpëtuar ti. Më falë Arbana, mund të flasme ty, nuk flasme me ty, nuk flasme me ty, nuk flasme me ty. Dhe të bësh në kokën tëne. Suksesi imi madhë është që për herë të parë ju mblodha, shkuat të gjithë së bashku. Koa e metabolizmit të regullave në disiplinën tuaj artistike dhe psishike është një gjë shumë e vështirë për të realizuar. Tu ke dështuar, Liri, ke dështuar, pranoje, nuk ke lider që mendoj që ishe. Dhe atë që bëra, sot keni shku të gjithë bashkë, dje keni shkuar të gjithë bashkë. Dhe ishe në guzhit, meshkujt ishe në guzhit, s'kisha parë meshkuj në guzhit dhe më bëri shumë qefin kjo gjë, që meshkujt i kisha vërë në guzhin. Po ti ke dështuar si lider. Ndërkohë që unë qohem, unë do shkoj, jo me mendoj, unë shpëtova kecin, kam qënë lider, unë jam lider në jetën normale. Po unë jam lider në jetën normale, në jetën time jam lider. Në stall me tjerët, kur të vidi në stall, unë ty. Romira, mendon edhe ti që ka dështuar si krye fermeri Liri? Më fa një sekund, Arbana, një sekund. Po jo më Liri se s'do mere me ty tashi, do shumë vëmendje. Ti do vëmendje nga gjitha anë. Ky është problemi juaj që s'keni nerva asë njerë, kur është momenti për të pasur nerva. Po, dëgjo, Arbana, tani me qënë se Liri tha se më bëri përshtypje, me qënë se ky tha që unë pas kam si themo, pas kam shpifur. është e shpifur kjo gjë, Arbana? Jo, atëherë, t'ju sqaroj pak në lidhje me kecin. Po diskutohet. Neglizhenca juaj ka bërë fatkeqësisht që ai keci i vogël i sapo lindur të pësoj një gjendje shumë të rënduar shëndetësore dhe të kërkohet me njëherë ndërhyrja e veterinerit që e ka marrë kecin dhe e ka çuar pranë ndihmës së shpejtë, i kanë dhënë ndihmën e shpejtë dhe fatmirësisht është rikthyer në jetë, por kjo ka rëndësi. Dhe po mos shkoja në atë kohë që ti po mblidhje të gjithë dhe ke ndetur dhe 2 orë të tjera. Por Agai ka gjykuar se në asnjë mënyrë, a më dëgjoni? Agai ka gjykuar se në asnjë mënyrë ju nuk jeni të zotët dhe të gatshëm të kujdeseni
për kafshën e sapolindur, kështu që është në kujdesin e personave të specializuar. Kjo gjithashtu do të thotë se duhet të keni më tepër kujdes dhe të jeni më të përgjegjshëm, më të predispozuar për të ushqyer kafshët ashtu siç duhet, për t'i dhënë ujë për të pirë atëherë kur duhet, sepse jeni në një fermë dhe keni përgjegjësi. Unë e kuptoj që shumë për ju shijojnë festat edhe darkat. Një sekund, se nisa unë. More ti nuk të mbyllet ajo gojë, një sekund, more. As të Ermionës dhe as të dikuj tjetër. Një sekund, Arbana. Të gjë nuk e kuptojnë dhe nuk kanë për ta kuptuar Kecin kam shkuar dhe tek Agaj dhe thash. Keci, ty rri me Kecin, po. Po pra i Keci. Të roft Keci. Po, se kam bërë një fëmijë unë, edhe kisha Kecin si fëmijë. Dhe kisha mudrit dhe nguar. Ti e ke shpëtuar Kecin duke flejt, duke pi cigare, duke pi kafe në mëngjes. Po si e kaq i vogël. Je i vogël, duke mos u mbledhur me grupin dhe duke qenë delja e zezë e grupit. Ndërsa të gjithë ishin duke pritur ty. Shumë i vogël, ndërkohë që unë kisha pastruar stallën, ti më flet mua për dëngla. Boll liri, se je u bërë i mërzitshëm. Ti tani ke problemin që unë u zgjova herë dhe e bëra atë punë që ti duhet ta kisha bërë, ti mblidhje të gjithë dhe ti çojë në orarin që shkova unë. Ti se bëre, aty dështove. Dhe tani më thua mua... Shqyqyr që u bashkove me tufën, dje. Kush është tufa? Kjo është tufa, e quan tufë të këtë. Tufa jemi me gjithë ne. Jo, mos e quj, tufa jemi të gjithë ne. Ne nuk jemi tufa. Duam një lider. Prandaj dhe Shqipëria ecën se s'ka një lider si që duhet. Ne jemi të gjithë lider të kokës tonë. Dhe unë që të marrë... Ja ku është liderja e re e Shqipërisë. Mos na jep shumë. Edhe ti fillove, vazhdojmë Kristin bashkë. Ja ku është liderja e re e Shqipërisë. Po ti qa donë tani? Ti qa donë? Po ti ku shirë? Hap një parti se do jesh shumë e votuar. Po atëre, fermere mbylle se tani po flasun. Po mbylle pra fare. Se vetëm do japësh komente. Ose hajde ti ati Lize, më mos më petla. Po hajde, se s'kam rënë dhe jenë duke pasuar glasa. S'ke qënë ti 3 javë të para. Po s'ke qënë se ke qënë me antibiotik, ke qënë krevat. Unë sot kam qënë. Sot, edhe me temperaturë 38-39. Nuk quaj 10 minuta tani edhe... Po ti nuk më poshtë në logjik mua, mos me ndosë më poshtë. Se po intimidohesh në momentin që unë... Ti më intimidon mua? Duke ullëritur. Po së vjen turp? Jo, së më vjen. Po pse ullëret? Të vjen turp, se në qëse ta tha ato fjalë për para, jo vetëm që nuk... se unë nuk e them atë fjalë, po ti bon atë skuthin, që unë ta thash kush është skuthi, dhe ishte për ty skuthi. Se ti nuk e budallaqe, ti e një skuthe. Unë i them gjërat në sy, si po pra, prandaj skuthe, no, ti gjërat në sy mua, ti ke bërë ti dhe alkohol të gjithve, që ti bëj etap, ti di unë generoje. piva po ajsa të gjithë. Po qëfar ti më the që s'piva? Kam pirë me i lirën po ti gënjeka, Alora, që nga edhe gënjeshtare. Po s'kam se të t'jap llogaritë se qa po kur të pysun dhe ti më jep një përgjigje tjetër. Fare, se ti ke qenë gjumë gjithë. Po jo mi zemër se unë do fli kur më dojtë shefi se s'mandalon ti mua gjumi. Fare s'mandalon gjumi. Po skutha ma jone nuk është. Jo, asë unë t'jap. Jo, nuk jam. Jo, më vjen kesh. Më vjen kesh. Ofendim nuk më ofendon do t'ju. Po jo mi se ti më intimidove. Do më ta kthej në të njëjtën mënyrë. Po të them një të vërtet që ti se pranon. Njeriu që vërtet dhe ullëret. Ti ke bërë kanto. Jo, nuk kam bërë kanto. Njeriu që vërtet dhe ullëret dhe ofendon. Nuk e thot që ka të drejtë. Po ti tani më vendove më të intimidon. Pse është ofendimi, intimidimi? Ti mendon që më intimidon mua? Po jo, pra sepse po ullërisi, ja, do të ti po bën këtë gjë. Me atë ti po bën këtë gjë. Qa është kjo që mendon që më intimidon? Fustanë është me vlane, fustanë. Po ikni tash, Lerja. Tani, unë nuk e kuptoj. Ti fare s'duhet ta kuptosh. Ti je një skutë dhe basta për mua. Ti je një skutë se ti gjithë ma elaboro pak fjalën skuthe. A kjo është skuthe? Fjala nxitje është me skuthe? Një moment, më falë t'ju ndërpresë, më bëri shumë zemër. Më falë t'ju ndërpresë, më bëri shumë përshtypje. Ti thoj skuthe, skuthe je që ti i bën gjërat mbrapa krave. Kush i bën mbrapa krave më zot? Po mi aty si flet aty. Jo mi fare. Po ti ke qenë gjumë gjysmën e kohës, prandaj të duke mbrapa krave ty. Po i kam gjumin me që fjeta dje. Si pas ka ndodhë kjo, unë s'pas kam qenë këtu. Po s'dua të marrë pjesë në intrigat e tua. Në intrigat e tua s'dua të marrë pjesë. Në intrigat e tua dhe në show. Epitete njerëzve, Jona, kur ti nuk i shikon. Ti mendon që vërtet më shumë se unë. Jo, mos i vendos epitete njerëzve kur si di se çfarë kuptimi ka fjala. Je një skuthe e votë. Ti mund të thuash çfarë duash se fjala jote. Atëherë, ju lutem, Goca, dua vetëm të kuptoj një gjë se më bëri shumë përshtypje një koment që bëri Ermiona dhe tha ju dhe alkohol të gjithëve. Po, jam bushte.
Edhe i thash, ti që më bën, po i bëj tap. Erdi dhe isha me njëri. Po, çdo person ka pirë me ndërgjegjen e vet, jo se nuk ka detyruar Sara askën të pijë alkool. Shiti Sara ti. Nuk ka detyruar Sara. Merru me dashuri. 18 vjeç. Unë kam pirë alkool atë ditë, aq sa kanë pirë të gjithë Ti alkool. s'kishe pirë se më the unë nuk pi alkool, atëherë ti e gënjeshtare. Jo me uskam se të t'jap llogari ty se ç'a bëj. Po ti atëherë mos gënjes sy. Po s'kam se të t'jap llogari atëherë. Je një skuqe e voskël. Je shumë e voskël për mua, mbylle. S'të pëlqen ty të flasin. Po jo pra se flet gjëra. Flet gjëra brapa shpinës. Si flis ka gjëra brapa Shikoj Mozën që ka ngritur dorën. Moza, ta dëgjoj pak Mozën se ka ngritur dorën. Moza. Ja ta dëgjojmë. Kam dy gjëra për të thënë. Po. Pavarësisht se këta të dy u përplasën, Liri ka punuar goxha me thënë drejtën. Nuk mund t'ja ham hakun. Okej. Kjo vajza, Sara. Sara, është inteligjente, gatuan mirë, po i ka ca gjëra që vërtet edhe mua më pruri një shak. I dhe një tjetri. Atë detyrova ta pije? Shiko, atë detyrova. Po ku shkon? Shumë e djallëzuar, e djallëzuar. Pije, po si ta pije alkoolin. Pra po, atë i në rregull tash. Jo që shki mua betën, ta kanë shkuar në për festa Je shumë e djallëzuar, bo. Që shki mua betë. Po jo mi se i marim vetë shots. S'na i ofrojnë tjerë për festa. Kaq kisha. Po, pra. Atëherë, mos më thoni mua që i pas Po kanë ti të isha në zërë. Po, a i piu me qef. Po, që shki mua betën. Si e dha juve? Së detyron Ti ta të tjerë se si refuzuan ja pranuan. Apo, ju Jo, më shpenon. si ju të gjithë. Jona, jo skufja jetit se ti po del me tjetër fikë. Po iko, Jona, po ashtu më shrime se më thë. Atëherë, për ta përmbyllur këtë debat që me sa duket nuk do të mbaroj kurrë, unë kam nevojë nga Iliri, si krye fermer, të më jap emrat e 2 fermerëve më të pabindur gjatë këtyre ditëve, më të pabindur që ti Ilir do të dërgosh tek fakiri. Më të pabindurit. Artistliku molli juj, stile me bëj muhabet. Më të pabindurit kanë qenë së shumë e vështirë, shpëtusja e Kecit, Më bon vetëm derë, mos rrimes këtyra. Gresa, Dy duen. Për ty Dy mi, emra. kem respekt, po e ik me Vetëm galera dy. hashi. Vetëm dy. Po bolmi. këto të dyja. Atëherë, Ermiona dhe Gresa do të shkojnë tek fakiri. Si Në ke vendim, bujnë derë, mos me ndit me ju vëllaj. Shqyr, edhe ne gjithashtu. Qa nerim ke bë, që dalë si zonjë. Shkoni plasni tomë, thot. Albana, vetëm As si jashtë në duat një ta fare. theksoj këtë gjën sepse më intereson. Asnjëri këtu nuk është detyruar. Ti gjësat e Po urrejt. të lutem mos ti, po të lutem mos ti, po mos ti të vajzë. Se po flasun. Me të plasurat, nuk flasun. Unë jam Sara Karaj, që po flasun. plasurat e Nuk tua, më nuk intereson. Dhe mua s'me intereson fare kush je ti, së një fare. Ajo që punave më vinë, mund Jo, mua më një gjë shifria, ti më një gjë. Nuk e dalë. Tani, Me të plasurat e tua nuk flasë më. Argumentu me ato. Ta dhash pikin, e ke po. besoj që do vazhdoj gjatë diskutimi, do vazhdoj gjatë debati, po ju lë në publicitet ta ndiqni dhe ju të pastër të